Të unë njerës, ja ku jam, e hanë, ora 9, Radio Sol, 89 MHz. Unë jam Armand Xhuli dhe jam këtu sot për emisionin, si që dini, për emisionin Mesazhi i Yjeve, në fat dhe në muzikë. Pra, jam këtu sot për horoskopin e kësaj jave të parë të këtij viti, të vitit 2026. Gëzuar njerës, gëzuar, paçi vit të mbarë. Unë zakonisht në kështu rastesh kam një urim tepër special, tepër të personalizuar. Urimi im për të gjithë ju është shnet e pare. Gjithashtu jam këtu këtë javë të parë të këtij viti edhe për një këngë, për mesazhin e saj, si kundër e dini. Për çdo koment, për çdo sugjerim, për çdo kërkesë apo dëshirë, keni rrjetet sociale me adresën e Radio Sol. Ndërsa në YouTube mund të na ndiqni në kanalin Sol 89. Okej? Në këtë emision njerëz nuk përzihet horoskopi me muzikën, por nga dy gjëra që në duke janë shumë larg njëra tjetrës, kam nxjerr një emërus të përbashkët, mesazhin. Dhe prandaj e kam quajtur Mesazhi i Yjeve. Tani, përpara se të filloj me mesazhin astrologjik, pra me mesazhin me atë që quhet horoskop, kam dhe një mesazh të vogël që quhet mesazh publicitar. Është Cruasant Bono që na i mundson këtë punë. Në rregull? Horoskopi njerëz. Dashi, këto ditë i dashur dash ke një aftësi të çuditshme për të shliruar dhe për të rinovuar idetë që keni kokë, idetë e vjetra domethënë. Në qoftë se ka një njeri që gjen humorin dhe në gjëra që nuk funksionojnë, ky je ti. Je ti që mund të fusësh humorin edhe në një situatë shumë të tendosur ose shumë nervoze. Prandaj unë të këshilloj të kesh besim, e t'i kalosh me humor edhe momentet më të vështira. Shfrytëzoje mundësinë që ta kthesh sherrin në gallat. Edhe një gjë dua të them, ose dua të të pyes më mirë. Ç'kuptim ka për ty fjala rilindje? Haroj ato që ka dashur të thot deri më sot dhe gjej një kuptim të ri që ka të bëj vetëm me ty. Demi. Treshi është një lojë shumë e thjeshtë që e luajnë të gjithë fëmijët dhe është një lojë që njihet në të gjithë botën, ja u siguroj unë. Disa statisticianë të Institutit Amerikan të Studimeve për Moshat Parashkollore, pas studimeve kompjuterike, nxorën një statistikë shumë interesante. Loja tresh ka 255.168.230. E thash për humor. E kuptoni se pse besoj. Tash e dëgjoni këtu. Loja tresh ka 255.168 mënyra të ndryshme për ta luajtur. Të dashur dëgjues së shenjës Demit, edhe jeta është një lojë, por me shumë më tepër mundësi se sa treshi. Në ditët në vazhdim, mos e harroni këtë, o njerëz të shenjës së Demit. Problemet me të cilat do të përballeni nuk kanë vetëm një ose dy mënyra zgjidhje. Mund të ketë, ashtu si kundër edhe treshi, 255.168 zgjidhje. Ju takon juve të vlerësoni se cila është zgjidhja e dur. Një fjalë e urtë thot, mat 9 herë e prit 1. Binjakët. Po marr pak në analizë fjalën dërkuc. Ju propozoj ta merrni në analizë edhe ju o binjak. Nga përkufizimet e mundshme janë një kafsh që rri në batak dhe përdoret për ushqim. Dhe e dyta, një gjë ku kalamajt mbledhin kursimet e tyre. E keni parasysh besoj. Tani të dashur binjak, mendoni se çfarë doni dhe çfarë duhet të jeni. Një qenie që shërben vetëm si ushqim, apo si një mundësi ku të mblidhni dhe të kurseni figurativisht të gjitha forcat tuaja që do të shërbejnë shumë shpejt për një rrugë të re që do të filloni. Zgjedhja është juaja. Gaforja. Kënga Smell Like Teen Spirits e grupit Nirvana, këngë e vitit 1991, që pak a shumë shqip do të thot aroma e shpirtit adoleshent, në fillim të vitit 1992 ishte në krye të klasifikimeve botërore si të publikut ashtu dhe të kritikës muzikore. Sot
është një nga këngët që ka bërë historinë e rock and rollit. Megjithatë, lindja e kësaj këngë pati ca probleme. Kur Kurt Cobain, lideri i grupit Nirvana, ja çoi këtë këngë, këtë motiv, ta dëgjonte basisti i grupit Chris Novoselic dhe bateristi Dave Grohl, ata e quajtën këngë mediokre dhe nuk e vlerësuan. Kurt Cobain insistoi që ta luani një herë ashtu së bashku dhe mbas një gjysmore tortura kaloi në qef dhe secili filloi t'i shtonte në një gjë nga vetja. Mbas një ore ishin aty të tre që po luanin muzikë pa u ngopur disa herë rresht, duke luetur këtë motiv disa herë rresht. Kjo është edhe situata, gjendja jote në ditët në vazhdim e dashurkafore. Dëgjoje me kujdes një ide që do të t'japin, edhe pse në momentin e parë nuk do të duket gjë, kjo nuk do të thotë që të mos bindesh. Edhe po s'të bindi, vazhdo të dëgjosh të kuptosh se çfarë vlerash ka. Luani. Një nga proceset gjyqësore më famkeqe në histori është ai kundër Sokratit në Greqi në vitin 399 para Krishtit. Kur shumica antarëve të gjyqit, 501 veta, e quajtën Sokratin fajtor të akuzuar si njeri pa besim, gjë që sillte një ndikim negativ të rinj. Ku konsistonte mungesa e besimit? Tek mosnjohja e perëndive të qytetit dhe futja e perëndive të tjera. Me një fjalë, Sokrati ishte një konspiracionist për këtë punë. Sepse konspiracionist quhen të gjithë ata që kanë ide kundër turmës, kundër të gjithëve, kanë ide të veçanta. Nëse, pse ta tregova këtë o njeri? Sepse Sokratin e dënuan me vdekje. Ta tregova këtë Luan, apo Luanesh, sepse dua të them që jo sepse shumë veta e besojnë një gjë, ajo është e drejtë apo ka vlerë. Mos e haro. Mbaje mirë parasysh sepse është momenti që po t'i largohesh një opinioni të një grupi njerëzish, do t'jetë pjekuri nga ana jote. Ti dhe opinioni i grupit ku ti bën pjesë, në këtë moment jeni dy gjëra të ndryshme, shumë larg njëra tjetrës, edhe pse për momentin mund të dukesh sikur po bën konspiracion. Vir Gjeresha, mbase keni dëgjuar të flitet për një teori që kudo në botë ekziston një shpirt binjak, që është gjysma tjetër e jona, pjesa që na mungon. Shkrimtari, poeti, dramaturgu dhe filozofi anglez Lawrence i shenjës Vir Gjereshës në studimin e tij thotë: ne në origjinë jemi një ëngjëll që përpara se të lindim ndahet në dysh. Unë nuk e besoj këtë teori. Nga njohjet e shumta dhe nga eksperiencat e të tjerëve dhe ato personale, vazhdon Lawrence, unë mendoj që për secilin nga ne ekzistojnë shumë shpirtra binjak në fusha të ndryshme të asaj që hasim çdo ditë. Prandaj, varianti im për këtë teori, thot ai, është që nga çdo raport dashurie krijohet një shpirt binjak që e krijojnë dhe e rrisin dy të dashuruarit. Ky është një moment shumë i mirë që ti i dashur apo e dashur Vir Gjeresh ta vërtetosh këtë hipotezë. Si me partnerin e jetës e si me partnerin e punës atë biznesit. Ndërkohë që ti je me shpirtin tënd binjak, besoje dhe bashkë me ju është edhe një shpirt i tretë që është ëngjëlli juaj i përbashkët. Çdo çift, çdo marrëdhënie, çdo binjakëzim ka dhe një ëngjëll të tretë që e ruan e që e mbron. Peshorja. Teleskopi hapësinor Hubble, i lëshuar në orbit në 24 prill 1990, peshon 11 ton dhe qëndron 560 km mbi tokë. Rrotullohet rreth tokës për 92 minuta dhe ka bërë rreth 700.000 foto të yjeve dhe të galaksive. Por kjo mrekulli teknologjike ka pasur problemet e veta. Në 27 janar 2007, për problemet të paparashikuara, nuk funksionoi më dhe u deshën disa udhëtime të astronautëve për ta rregulluar. Në 11 maj 2009 u rregullua përfundimisht. Ka mundësi që edhe ty o peshore
me gjithë se ke vizion të qartë të gjërave të ndodhë në një mos mbar vajtje e gjërave në qoftë se nuk i parashikon të gjitha me imtësi. Teleskopi ka instrumenta. Ju peshore keni mendje, shfrytëzojeni. Akrepi. Kur kam për të marrë një gjë, thot poeti dhe aforisti italian Antonio Porcia, i shenjës akrepit, marrë gjithmonë o më pak o më shumë, asnjëherë aq sa më duhet. Sasia e duhur nuk më duhet. Edhe ti o akrep duhet të kesh këtë komportim në ditët në vazhdim. Bëu pak kontrapedal, por me humor dhe me stil. Kjo sjellje do të jetë ngjashme si me tipin tënd, si me pozicionin e yjeve në këtë periudhë. Në qoftë se do t'i marrësh gjërat me mendje lehtësinë e duhur, do të gëzosh të gjithë çka kanë që yjet kanë përgatitur për ty këto ditë. Futi një mendje të lehtë. Shigjetari. Shumë njerëz mendojnë se djersa është mungesë delikatese dhe dobësi. Prandaj duhet eliminuar ose duhet fshehur. Të tjerë njerëz mendojnë se djersa është shenjë e shëndetit dhe e funksionit të rregullt të trupit, ndërsa në kulturën egjiptiane, si ke djersit është një formë për shëndetje e zakonshme. Në ditët e vazhdim, e dashur apo i dashur shigjetar të këshilloj të ndjekësh shembullin egjiptian. Nuk është momenti që të biesh në sy për faktin që je i djersitur o i padjersitur, që je delikat e mthe e tash. Do të kesh më shumë sukses duke treguar që je gati të djersitesh dhe djersën të mos e fshesh. Jepi, impenjohu maksimalisht dhe trego që nuk je qenie e dobët. Djersa meriton respekt. Britsjapi. Britsjap, në këtë moment je mirë, duket sikur po fluturon, por unë duhet të të bëj një pyetje. Cila është gënjeshtra që po beson më shumë në këtë periudhë, Britsjap? A? Do një mashtrim që ka ndodhur e që po bën çmos të ta mbash të fshehur? Apo një iluzion që vazhdon ta besosh? Apo një dëshirë që më kot pret të realizohet? Cila do qoftë ajo, po të merr shumë energji. Ka ardhur momenti që të ndryshosh e të mos besosh më tek prallat. E di që s'mund ta bësh sot për nesër. Por mendoje seriozisht. Ose më mirë është ky momenti për ta ndarë prallën nga realiteti. Ujori. Po e filloj me një metaforë ujor. Gra a bura qofshi. Në të gjitha detyrat e shtëpisë që keni bërë së fundmi, keni fituar gjitha ato pikë. Megjithse keni kaluar me sukses këto detyra, unë dëgjuese apo dëgjues qofsh i shenjës së ujorit, po të jap 5 këshilla. 1. Në qoftë se nuk e thyer ndonjëherë në një gjë, asnjëherë s'ke për të mësuar të merresh me gjëra delikate. 2. Pasqyra nuk është vetëm një objekt reflektimi fizik, por edhe një instrument i jashtëzakonshëm i autokritikës. 3. Sa më pak ta fshehesh të vërtetën, aq më inteligjent tregohesh. 4. Mos haro se shpesh detyrimit që ke nuk i shpëton dot edhe pse ndron rrugë, prapë rrugës e gjen. 5. Vetëm personave të respektuar nuk i harrohet emri. Peshqit. Në ditën e vazhdim është mirë që të çliroheni nga ngarkesat tuaja emocionale, nga shqetësimet tuaja, nga lidhja me të kaluarën. Me një fjalë ose me fjalë të tjera, duhet ta lini bosh brenda jush vendin që ju zinin këto shqetësime dhe kur ta keni bërë o peshq, mos ikni të fshiheni ndonjë cep se ndjeni të pambrojtur dhe lakuriq. Përkundrazi, futuni në mes njerëzve dhe përpiquni që boshllikun që ju thash ta mbushni me njohje të reja, me mik të rinj, me shok të aventurave e të bashk ekzistencës. Kur po e diskutoja këtë shenjë me shoqen time, këtë këshill për ju o peshq, ajo e përmblodhi kështu. Mundoni të jeni bosh, jo si pjata e zbukurimit mbi bufe, por si pjata që rin mbi tavolinë dhe pret të mbushet nga tenxherja që sapo është hequr nga zjarri.
Në rregull? Ky ishte horoskopi për këtë javë, njerëz. Faleminderit që më dëgjuat. Tani po kaloj te kënga, te analiza dhe te mesazhi i saj. Grupi që na shoqëroi sot në radio ishte grupi Country Rock Eagles, i krijuar në vitin 1971. Ndër gjithë krijimet e tyre është një pjesë që titullohet Take It Easy. Mere lehtë. Është një pjesë që në një farë mënyre, edhe në kontratendencën, në situatën e rëndë të fillimit të viteve 70, shkonte fiks fare. Mesazhi i kësaj pjese është i qartë. Mere lehtë, mos u shqetëso, mos u nevrikos, jeta është e bukur për ta rënduar me gjëra të tjera. Gëzo gjërat e bukura të përditshme, ato të përditshme, të voglat ato, gjithë bëj të jetosh. Është një këngë që duhet dëgjuar të paktën një herë në ditë për të larguar mendimet e këqija, lodhjen, stresin. Është një ftesë për ta jetuar jetën rrugëve on the road, në kërkim të lirisë dhe të një identiteti që ndoshta diku është fshehur. Ftesë për të përballur sfidat e përditshme, të ndërgjegjshëm që duke ndënjur bashkë të qetë të shplodhur, mund të kapërcehet çdo pengesë. Ja se si gjithë kjo shprehet në vargjet e këngës Nga unë të shqipëruara. Ja pra, rrugëve vrapoj e të çlirohem nga të gjitha sikletet po provoj. 7 gra kam në mend. 4 më duan si prond, 2 me gur duan të më zën. Jam shoqe me ty, tjetra më ka thënë. Eca ty. E rota gjileve të tua që ke në kokë të çmendin mos i jep mundësi. Letësou, aq sa mundesh e mos u përpik, as që ta kuptosh ku do të qëndrosh, gjej një mundësi dhe eca ty. E tani, në një qoshe, në Winslow, në Arizona po qëndroj e një pamje shumë të bukur po shijoj. Është një vajzë, o zot, me një kamionçin Ford, ul shpejtësinë që të më shikoj. Hajde zemër, ndoshta, mos më thuaj, ta di kam nevojë që dashuria jote e ëmbël do të më shpëtoj. Mund të humbasim, por mund edhe të fitojmë. Rëndësi ka që këtu më nuk do të qëndrojmë, shtyu pra, më lër të hy, eca ty. E tani, rrugëve vrapoj e të shlirohem nga të gjitha sikletet po provoj. Një bot me telashe në kokë kam e po kërkoj një të dashur që nuk do të më zbuloj. Pas ka shumë vështirësi, eca ty. E rrota gjileve të tua që ke në kokë të çmendin mos i jep mundësi. Ta di kam nevojë që dashuria jote ëmbël do të më shpëtoj, eca ty. Ja hodhëm me lehtësi. Tani ta marrim me qetësi, eca ty. Kjo ishte edhe kënga Take It Easy, njerëz, e grupit Eagles. Këngë që tani do ta dëgjojmë si cover nga grupi Blue Bird Band, nga Eni Nelku, Kolsheu dhe Bledi Sejko. Gëzuar edhe një herë, faleminderit edhe një herë Krosar Bonus dhe dëgjim të mbarë. Qofshim mirë ku do qofshim. This is a friend of mine. Take it easy. Take it easy. I understand that you're always trying to be crazy. Latching up while we still can. Don't even try to understand. Just find a place to make you stand. Take it easy. While I'm standing on the corner of Winslow, Arizona, such a fine sight to see.
you got to think and look at me. Come on, baby, don't see me. I got know if your sweat blood is gonna see me. We may lose, we may win, but you'll never be here again. Something about gliding in, take it easy. I'm running down the road, trying to loosen my love. Got to water trouble on my mind. Looking for love and hope, oh my God. She's so hard to find. Take it easy, take it easy.